Pandore. Do e fus Juelo me patjetër, se nuk e duroj dot më. Po ti jap Pandorës Juela s'do të fare në shtëpi. Bravo, zot, lum goja. E dyta, me pas mundsi. Ku marr hak për gimbon, te ti apo te Emiri? Ti te mirë do të marrësh hakun. Bravo, Brikena! Hakun e gimbës te unë. Kë do të marrë të mirë? E ka dëgjove shumë mirë. Jo, për zonë se dëgjova. Jo. Unë për gimbon, për daljen e gimbos, unë këtu njerëz do përgjigje. Kush do përgjigje? Do përgjigjesh ti? Mos gabove. Me këtë përgjigje gabove. Gaboj? Gjithsesi, me qenë se ti do që unë të marr hakun e gimbos te ti, unë do hakun e gimbos do ta marr te ti. Unë nuk e di që Brikena ka si gimbon në nominim dhe nuk e di çfarë haku Selina do të marr. Unë jam shumë pro Selinës, po këtë radhë shumë gabim. Dhe shumë e menqër ajo shka e tha Brikena hakun ton mere të miri. A vëdhem si hakun gimbës, hakun ton mere. Tani është një shprehje vëmendja e tepërt e bën gomarin të mendoj që është Luan. Ju vendosni kujna m'jap këtë. Përparësia e Selinës është që ka fuqi financiare shumë. Ka financa të forta, sigurim të madh për kaona financiare e pareve.